unë pranoj me përgjegjësi të plot se reagimi im nuk ka qenë i durr, pavarësisht kushteve të tensionit. Unë si deputet duhet të qëndroja mbi provokimet. Kam tentuar për shumë herë ta shmang këtë konflikt, edhe pse edhe vetë isha nën emocionet e asaj përplasje të mundshme që ishte shumë e rrezikshme. Nga ana e shoferit ka pasur një reagim jo të durr, duke sharë dhe ofenduar mua, vllajin tim dhe çdo tjetër. Kjo ka qenë dinamika e ngjarjes dhe unë ftoj organet ligjvatuese, prokurorinë, SPAK-un, ta hetojë si duhet, të marrë pamjet e tjera filmike për të parë se çfarë ka ndodhur deri në atë moment që ta kanë nxjerrë publikisht, për të qenë të qartë se si ka qenë ajo situatë. Shpun ka Niko Beleshi në ato orë të natës të komunikojë me drejtuesit e policisë së qarkut Korçës për një ngjarje që nuk i përket as pak atij dhe politikës. Kjo ngjarje, edhe pse ishte kompetencë e komisariatit Devollit, u transferua me dhunë në komisariatin e Korçës dhe në prezencën e vetë drejtorit të policisë, është ngritur një akuzë e falsifikuar.